Të njëtjeta të nderuar teleshikues, kemi dalë përsëri për emisionin e radhës, grupi i gjerimit të emisionit Vëzhgime historike dhe arkeologjike. Ju përshëndesim sepse ky është emisioni i parë i vitit 2010 dhe shpresojmë që bashkërisht ne që e krijojmë këtë emision dhe ju e ndihni ta kalojmë gëzuar këtë vit gjithmonë të dalim faqebalë në detyrat që kemi si shtetas të Republikës së Shqipërisë. Si zakonisht, grupi i gjerimit përbehet bashkërisht me historianin Ilirian Gjika dhe operatorin Nuri Korita, i cili gjithmonë është prapa kameras. Atëherë Ilir, ne jo më kot e zgjodhëm këtë pikë, këtë pozicion, mbasi para ne shpaloset mjaft mirë edhe një planimetri e komunës së Novoselis, së cilës do t'i përkushtojmë sot, dhe në burimet historike deri në ditën e sotme shpërfaqëson kjo hallë. Valën e përgjithshëm të Myzeqes. E gjithë kjo pjesë që është paraqitur me ngjyrën jeshile, nuk është një gjë tjetër veç se Myzeqeja e Florës, pra Myzeqeja e përtej Vjosës, në rast se pas kamerës së operatorit Nuri Korita ura që kemi folur, ne kemi ndriçuar në emisionet tona të mëparshme, dhe është dhe kufiri ndarës, ose vje demarkacioni midis rrethit Fierit dhe rrethit Florës, ku jemi ne tashmë, pra që nga i kufir shpaloset dhe deri në pranë qytetit të Florës, nga përkame gjeografike ajo që quhet Myzeqeja e Florës, ose me emrin e vjetër turk Topalltia. Topalltia. Edhe Novosela është pjesë e Topalltisë. Ngjyra jeshile që nuk paraqitet në plan vendosje, është vendosur ose është përdorur për treguar reliefin fushor. Ne nën pika të tjera do ta ndriçojmë peizazhin, sepse dhe sot pavarësisht se kemi rrezatim të shpërndar, dielli nuk është i qartë dhe i drejtë për drejtë, por përsëri peizazhi është i bukur edhe në këtë ditë të ri. Pikërisht ne jemi në këtë territor ku kemi murën e Mifolit. Jemi pikërisht në këtë vend. Vazhdon rruga automobilike dhe ku ndodhet Fitoria, pikërisht zona që përfaqësohet nga këto ndërtime dhe që quhet këtu dhe vend banimi i ri, nuk po them fshati i ri, sepse fshati i ri do të thotë Novosel, që vjen nga Sllaviçka. Është Novosela që është qendra e komunës dhe me radhë fshatrat e saj është zona e fushës që përfaqësohet nga Bishani, nga Porroja, nga Delisupi dhe nga Dëllenja. Në Delisup kemi dhe me ëndrat e dikurshme të lumit Vjosa, që nga venda si quhet dhe këtu lumi i vdekur. Pra nuk kemi lum të vdekur vetëm në zonën e Myzeqes së Fierit, por kemi edhe në zonën e Myzeqes së Florës. Ndërsa përgjatë vijës së Adriatikut ka disa plazhe ranore shumë të bukura, plazhe shumë të mira me një rër me një cilësi shumë të mirë joti, të përshtatshme shumë për banja vetare, gjatë rrugës së verës, por kemi edhe disa laguna, të cilat nuk konfigurohet qartë, janë të përshtatshme për peshkimin dhe për sportin e gjakur, por që të përshtatshme edhe për shëtitjet me makinë me kuaj, por dhe për hipizmin. Dhe kthehemi pastaj ke fshati Mifol, i cilin sot kemi objektiv me kamerën tonë që të fokusohemi aty, në disa monumente të natyrës dhe në disa monumente historike që i mban. Është fshati Aliban, që nuk ka të bëjë me Libanin, por që ka një ngjashmëri emrash dhe nuk është me origjinë biblike, siç flitet për shumë vendbanime në Shqipëri. Kemi Akërnin, kemi Trevllazrin, vendin ku ka kaluar një pjesë të familjesë së tij, poeti i njohur lirik i poezisë shqipe Ali Aslani, pasi nëna e tij ishte nga Trevllazri. Kemi Strofotin dhe Serkotin, që janë gjurmë së bashku me Novoselën të toponimeve slave që neve e trashëgojmë.
Kjo është komuna e Novoselës, nga komunat dhe më të populluara të rrjetit qytetar të Florës. Por mendoj, pas kësaj prezantimi që kemi në plan, të kalojmë në rrugën e hekur që nga traseja e korridorit që është një vend më i ngritur dhe na jep një mundësi që shpanje të flasim diçka për peizazhin përreth, sepse edhe për syrin e teleshikuesit janë pamje interesante. Atëre po dalim nga harta planimetria drejt në terren. Mendimi i parë që merrni në mend ishte se mos jemi në periferi qyteti, mos jemi në një qytet të vogël, sepse përballë kur ka shpitën e Voselës, që të presim në larg të qytetit. Nuk kemi që të në asgjë, të thosh të drejtën asgjë nuk kujton natyrën e fshatit, ja vetë që shkemi një territori të shtatë mbiem. Ju çudit urbanizimi. Urbanizimi tu që fjalën që Shndërrimet urbane, është e vërtetë. Shndërrimet urbane janë vërtet gjë e jashtëzakonshme, janë fakt të zhvillimit. A mund të ishte më avancuar? Në gadalësuar, por për ta parasysh nisëm nga Libi, të cilin ka flas pak dhe të vonë, për Voselën, nuk ka si në atje të thoshin që ta kishim si një të ndërtonim një shkrim zë të fshakit të qytetit. Kanë evoluar shumë, gjërat janë transformuar dhe sidomos në këto vite të themi siç e quajmë në rëndom të demokracisë ose siç e quajmë të tranzicionit, por nuk më i marr si terma bazë, sepse ta tingëllojnë pak jo në mënyrë të përshtatshme, po bazohem te këto terma si pikë referimi. Do të them që fshati shkruar kemi shndërrime jo vetëm urbane, por edhe kulturore. Sepse kulturi kryesori i provinit të janë rurale, si kapë, të shërbimit social që është, por vjen edhe tregtare, tregtia, artizanati, por edhe vepra industriale të cilat janë ngritur në zona rurale kanë një karakteristikë për rajonin urban të qytetit. Pra, në Shqipëri, dhe e gjithë urtësira perëndimore, ku jemi dhe në cep të urtësirës perëndimore, pasi kjo zonë e Top Altisit, që ka termi i vjetër, ose pjesë e Florës është pjesa e poshtme e urtësirës perëndimore, e cila në jug të qytetit të Florës, në Oricum, mbyllet dhe i lë vendin rajonit jugor. Unë këm ngula për të kaluar nga rruga automobilistike, rrugën e rrugën, të cilat të tuar në fillim të viteve 1980, sepse 1985 nuk bë lidhja me këtë arteri korridore të qytetit të Fierit me qytetin e Florës, por të ngula për të ardhur këtu sepse dhe traseja si vetë i ngritur na i lejonte që me objektimin e kamerës, por dhe me syrin tonë, si bashkë monument historik e kemi qytur, orën e vjetër, në vitën e fillimit të viteve 30, dhe i cili ekziston sot edhe si një monument i gjallë për të na treguar ato stadë të zhvillimit pavarësisht nga ndryshimet urbanistike që erdhën me kapërcimin e viteve deri tash që jemi në vitin e 10 të shekullit e 21. Dhe po kujtoj edhe një herë dhe fotot që të ndaleshin për ardhjen Ismail Qemali të Vërlon, ne kemi për fjalë pikërisht për atë vargtar, por atëherë nuk i kishim përcaktuar mjaft qartë, dhe na erdhi në ndim një libër i botuar nga Jorgji Dimitri, një nga të afërmit e Dimitri Qari, që është vargtari i Ismail Qemalit, për cilin na foli një nga pasardhësit e tij. Autori mban si mbiemrin e gjyshit? Jo, ka emrin trashëguar nga gjyshi, sepse ka të bëjë nga nëna dhe unë do të doja pa u zgjatur shumë të kapja atë momentin historik
të mbërritjes së Ismail Qemalit të përcjellë nga qyteti i Fierit për drejt Lorës, edhe ka përcimi i Gjosës ishte një moment historik, sepse atëre ne kishim as ura. Atëre autori thotë që kishte arritur, se po lajmi se do të vijë Ismail Qemali, do të shkojë në Dorë, dhe në Novoselu mblodhen shumë burra. Dhe nga çatën pra Novosela i thon praktikisht edhe Novoselën, por ka parasysh edhe Bregun e Lumit, sepse Bregun e Lumit. Edhe kishin ardhur edhe nga fshatra e paraqet nga pamje gjeografike. Kishin ardhur edhe nga fshatra tjerë si Alibani, Mifoli, Ishani, Porua, Zukat, Topaltia dhe Vlora. Moti ishte i vrejtur, domethënë përfitojnë një mot të tillë, siç e kemi dhe sot një mot motori, sepse ka qenë data 25 motor. Binte një lëshim, por duket sikur do t'ja fillonte me gjymë. Të gjithë po Pristinanë, por ja, po duk Ismail Qemali me mjekër të bardhë, hipur mbi kal, i shoqëruar nga shumë shok, të gjithë kaluar. Kujt dukeshin të lodhur dhe ishin bërë me baltë në bardhë. Kemi parasysh rrugën në Prishtinë. Po dhe ditur Hami që problemet e rrugëve turke. Do të jetë dhe rrugë të pas sistemore dhe pas shkruar. Pikërisht. Atëherë, kur arritën në breg të Vjosës, atëherë kemi parasysh dozën promatan të cilin e kemi disa të në emisionin e kaluar dhe bëjmë që e bëjmë të Ismail Qemali i shpirti kalit në qlot pak. Pasaj, të zonë urash të urdhëroni në varë. Të zonë të sërë. I pari hipi Ismail Qemali, i vazhdojnë dhe ndihmove që pute prenda, ka parasysh edhe moshën e shkaku të pavarësisht. Rruga e gjatë e kishte lodhë shumë dhe me zi hipi. Nëse erdhe Ismail Bey, a i në nëfish dhe në përgjith. Falemderit Birin, rofsh e u propopovsh. Të kemi parasysh sepse varktari që ne e përfitojmë si një plak, ka jetuar deri në vitin 60. Dhe atëherë ishte një djalë i ri dhe i thotë kuptohet Birim. Kështu, njeri pas tetit hy në vark dhe shokët e tjerë. Unë me durime gjakftotësi i nxorën në breg, shëndoshe mirë. Fshatarët e mbledhur atje i thanë mirë se erdhe Ismail Qemali dhe broritën rofti Ismail Qemali, rofshin patriotët, rofsh Shqipëria, pastaj me një maun të madhe u transportuan edhe Kuwait. Me një lundër më të madhe. Po. Edhe vazhdon më poshtë një nga shoqëruesit e Ismail Qemalit, i afrohet ti djaloshi, ti që quhet Dimitër Qari, që ne përfitojmë sepse këtu e kemi në një moshë të re. Po pas ka paraqitur goxhat, është parafruar piktori. Po. Nuk e di në kopertin, se kemi parë edhe ke muzeu të piktur, dhe dhe afrojnë dhe kamerës, dhe të shohim. Kjo është, nuk e di e kujt piktori është, si autor, por e kemi parë që ruhet në muzeun e muzeun e pavarësisë. Jo, fokuson dhe që dhe në Riu. Po. Atëherë, i afrohet një nga shoqëruese dhe i thonë sa të bën haka, vlla. Ky ju përgjigjet edhe. I zgje. Unë nuk duhet më paguash. Është lumturi për mua që e mora prapë Ismail Qemali me vakën time. Është momenti historik. Shkruhet në librin e autorit Jorgji Dimitri, një monografi për bazumin e tij, Dimitër Qarrin, personin që në bëri të mundur kalimin e lumit Vjos me Ismail Qemali dhe grupit i shoqërimit në 25 nëntor të 1912. Këtu ka dhe diçka tjetër, nuk është një libër që përshkruhet vetëm kësaj figure, autori, me që jemi këtu pikërisht për kaluarën historike të Novoselës, domethënë mënyrën e jetesës, të një fshati muzikal, deri në kalon që thush në vitet e para të paslushkës, por ne na intereson që mbarë të vlera të mirëfita në radhë pa për traditat, folklorin,
si tush për mënyrën, etnografin, për këngën, për vallën. Ka vlera që mund t'i transmetojnë edhe brezit. Pikërisht brezit të ri për t'i rujtë dhe për t'i qohur, më përpara. Atëri fjalën e këtij, për shembull, do të thosha, do të shpjegoj diçka nga kjo do të shpjegoj diçka që pasi kaloj po të kemi përsëri një hartë, që është një hartë tjetër e prodhuar diku në mesin e viteve 80, e marrë nga një atlas gjeografik që është përdorur diku në shkollat tona për efekte mësimore dhe ja ku jepet Lumi Vjosa dhe me ëndrat e tij. Pikërisht ne jemi në këtë pikë hyrje këtu. Dhe këtë rrugë ka ndjekur dhe ishte tematik, sepse rruga e re nuk ndjek një ditë si trasën e rrugës së vjetër për të kaluar drejt qytetit të Florës. Na kujtohet fondi i arti kinematografisë tonë. Është një film që akoma ndiqet me shumë interes kur zbardhi një ditë. Dhe pikërisht ai film ka lidhje me këtë monument, do ta quajmë të tillë sepse s'besoj të prishet kurrë, se dëshmon për një periudhë të caktuar historike. Është vërtet monument autentik. Nuk janë të tillë. Jo vetëm në zonën tonë, por dhe në Shqipëri, sepse është monumenti i luftës së parë botërore. Është i viteve 1914, 1918. Duhet të ndërtuar nga ushtria italiane, është betonarme. Unë numërova, sepse nga afër është hera e dytë që vi dhe e shoh. Dhe numërova 30 dryka zjarri sipër dhe 30 dryka zjarri poshtë, pra 60 pushkatarët vendosur. Mitralozat duhet ishin vendosur në 3 kullat. Ka formën e një këndi, i cili kontrollon jo vetëm pjesën ballore të rrugës, të fushës, por në pjesën tjetër, siç do ta shohim edhe nga kamera, kontrollon edhe pjesën e rrugës. Ushtria italiane ka ndërtuar për kontrollin e rrugës, natyrisht që duhet të pasur rreth të tjerë, por që nuk i kanë rezistuar kohë, sepse siç e tham edhe pak më parë atje ku ishim ke në zona e Urës, Lumi Vjos, që ndodhet jo më shumë se 2 kilometra prej këtij bunkeri që ku jemi ne, ishte vija e frontit. Për te ishin ushtrit austro-hungareze. Dhe nuk e di pse është prishur pjesa tjetër. Ndoshta betoni është marrë shtyr dhe shpërdorur për ndërtime të tjera nga vendasit
periudha të ndryshme, ndoshta është dëmtuar nga goditjet e artillerisë austro-hungareze që e rrifte të zonë. Shiko, mi që jemi këtu elitë sa për, jo vetëm për kulturë historike, po vetë monumentin na sugjeron. Si thush, ti si historian na thuj për shkaqet e luftës parë botërore. Shkopë. Lufta e parë botërore ishte përplasja më e ashpër, më e madhe dhe i përplasje totale midis 6 superfuqive të Europës. 3 fuqive të bllokut qendror, Italisë, Austro-Hungarisë dhe Gjermanisë dhe 3 fuqive të Antantës, Francës, Britanisë dhe Rusisë. Shkak ishin kontraditat antagoniste të pasgjithshme midis Italisë dhe Gjermanisë, që kërkonin rindarjen e botës, rindarjen e kolonive. Të Francës dhe të Britanisë nga ana tjetër që nuk donin që kolonitë që i kishin shtojcat e ekonomive tyre, kishin pronë private të ndanin me Gjermaninë dhe me Italinë. Megjithatë, dhe dy fuqit që përplaseshin dhe kishin rivalitet për Ballkanin ose siç po quhet tashti për Europën Juglindore, Austro-Hungaria dhe Rusia preferuan t'i atashohen secilit bllok. Në Antantë, Rusia u bashkua me Francën dhe Britaninë, ndërsa në bllokun qendror Austro-Hungaria u bashkua me Italinë dhe me Gjermaninë. Lufta filloi në 28 korrik të 1914-s me sulmin që austro-hungarezët i bën Serbisë, në mbrojtje të cilës doli Rusia. Dhe kështu funksionoi sistemi i dy aleancave dhe u krijuan 4 fronte. Fronti i parë ishte fronti i perëndimit ku përplas Gjermania me Francën dhe me Britaninë, por në ndihmë të ushtrive të Antantës në 1917 zbarkonte ushtrit amerikane. Rusia në frontin lindor u përplas me Austro-Hungarinë dhe me Gjermaninë, derisa kapitulloi në mars të 1918-s, ku një personazh i njohur i historisë, Leon Trotski, nënshkroi traktatin e Brest-Litovskit, ku Rusia tërhiqej nga lufta dhe dilte prej saj. Fronti qendror u përplas Italia, e cila në bazë të traktatit të fshehtë të Londrës së 26 prillit 1915 doli nga Antanta, doli më fal nga bllloku qendror dhe u bashkua Antantës, se në rast fitore të Antantës me bllokun qendror, Britania dhe Franca me Rusinë i ofron Italisë një pjesë të ish-kolonive gjermane në Afrikë dhe gjithë bregdetin e Adriatikut. Dhe në bllokun në frontin qendror u përplas ushtria gjermane dhe austro-hungareze me ish-aleatët italian që tradhtuan dhe kaluan anën e Antantës. Pastaj kemi edhe frontin e Ballkanit, ku kemi një rrëmuj të madhe shtetesh dhe fuqish. Për shembull, Turqia dhe Bullgaria u bashkuan me bllokun qendror dhe luftuan kundër Britanisë dhe Francës, që zbarkuan në Greqi për të mos lejuar që fuqitë e bllokut qendror të zotronin Ballkanin. Nga ana tjetër, Italia zbarkoi në zonën e Vlorës, Tepelenës, Gjirokastrës dhe u vendos me shpejtësi duke ndalur përparimin austro-hungarez me lumin Vjos. Vija ka qenë Vjos, Berat. Dhe kemi kapitullimin serb, malazez të Rumanisë, por ky është një kapitull tjetër. Por ish aleatët italian dhe austro-hungarez u përplas me njëri tjetrin përgjatë vijës Vjos, Berat dhe pikërisht ajo që është e rëndësishme që t'u shpjegojmë teleshikuesve është se në frontin e Ballkanit këto dy superfuqitë e Europës u përplasën ushtarakisht në këtë pjesë të territorit të vendit tonë. Gjejmë edhe këtë relike të kësaj lufte, e cila duhet restauruar, duhet të ruajtur, sepse është vërtet një monument kulture. Afërsisht ajo pas disa vitesh mbush 100 vjetorin dhe kjo i ashton vlerat. Kështu, në dim një pyetje e tillë, ky kuadër i madh i ndarjes në blloqe, a ka të bëjë me periudhën pas pavarësisë dhe pikërisht me figurën e Ismail Qemalit? Dhe Ismail Qemali fatkeqësisht ra pre dhe pagoi me jetën e tij e këtyre intrigave të pas luftës së dytë botërore, ku në një Pas luftës së parë botërore? Pas luftës së parë botërore, më fal, kur do të helmohet në Perugia, në një hotel të saj, në momentin kur bëi gati që të pinte në Shqipëri, sepse dihet që Ismail Qemali u larguar në Itali, pa filluar lufta e parë botërore. Është procesi i përpjekjeve të tij për të krijuar një aleancë
të re turko-bullgare shqiptare me qëllim që në një luftë të re ballkanike të siguronte integritetin e kufive të Shqipërisë. Ai ndoshta nuk e shpjegon mirë tek libri i kujtimeve që sapo doli sepse disa gjëra nuk thuhet, por kjo lidhet me atë që në histori e quajmë komplloti Beqir Grevenes, i cili nuk është trajtuar nga historiografia moniste, sepse ajo kujdeset që ndoshta figura e Ismail Qemalit do dëmtojë në këtë imazh i tij, por komploti Beqir Grevenes është pikërisht kjo aleancë shqiptaro-turko-bullgare që do të luftonte kundër serbëve dhe grekëve për të rimarrë tokat shqiptare që ishin pushtuar gjatë luftës së parë ballkanike, ku siç dihet mbetën pas kësaj lufte dhe luftës së dytë konferenca e ambasadorëve në Londër krijoi atë që ne sot e quajmë Shqipëria londineze ose Shqipëria e sotme, që është territori prej 28.748 km². Atëherë në këtë vorbull ngjarjes kemi edhe një personazh të famshëm, të historik, si thush Toptanin. E sa të pash Toptanin. Po. Si lidhet figura në këtë vorbull, domethënë që me që përmendë Grebenin, mosoll në mend edhe sa pas Toptanin. Pasi u shkëput nga qeveria e Vlorës në shtator të 1913, pasi ai ka qenë ministri i luftës, vencoi në kabinetin e Ismail Qemalit, ministri i parë të luftës Mehmet Pash Rallën, me një pjesë të pakënaqur njerëz politikanë ambicioz, u shkëputën dhe u vendosën në Durrës, ku krijuar në tetor të 1913 pleqësinë e Shqipërisë së Mesme, një qeveri të dytë për Shqipërinë. Dhe këto dy qeveri, qeveria e Vlorës së Ismail Qemalit dhe qeveria e Sat Pash Toptani, funksionuan deri në janar të vitit 1914, kur Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit vendosi i detyroi të jepni dorëheqjen dhe vendosi që të përgatisë kushtet për të pritur princ vitin i cili vjen në 7 mars të 1914. Por gjatë periudhës së errët, që nuk është ndriçuar mirë të luftës parë botërore në Shqipëri, pasi kysh në qershortin 1915, Shqipëria nga zona e Vjosës dhe deri në Shkumbin u mbajt në kontroll nga ushtria serbe, e cila ja la për kontroll e Sat Pash Toptanin. Dhe nga Shkumbini dhe pjesa tjetër pastaj ishte në kontrollin e ushtrisë serbe, ndërsa jugu i Shqipërisë, Vjosa dhe deri në Gjirokastër u pushtuan nga italianët, ndërsa grekët u vendosën diku në zonën e Korçës dhe të Kolonjës, ndërsa bullgarët u vendosën në Pogradec. Të gjithë këtë konfiguracion pastaj e prishin përparimin i shpejtë të ushtrisë austro-hungareze, që detyroi serbët të kapitullonin, po kështu dhe malazezët, dhe detyroi dhe bullgarët të rikishin duke marrë kontrollin e Shqipërisë në këtë pjesë në Shqipërinë Veriore dhe të Mesme, deri në vijën Vjos, Berat, Pogradec. Në zonën e Korçës u vendosën trupat franceze që krijuan Krajinë Autonome të Korçës, ndërsa në jug të Shqipërisë forcat italiane, të cilat qëndruan deri në vitin 1920, ku në 2 shtator të 1920-s përfundimisht trupat e shtetit shqiptar, në sajt asaj që ne e kemi quajtur dhe mua shumë pëlqen ta quaj epopeja e luftës së Vlorës, mbase është defekti im si historian që përdor këtë emër tim, morën në kontroll krajinën e Vlorës dhe por jo ishullin e Sazanit, sepse dhe Sazani ka një histori shumë interesante. Deri në vitin 1864, ky ishull kontrollohej nga anglezët, të cilët më parë ja kishin marrë francezëve të Napoleon Bonapartit, të cilët ja kishin marrë pikërisht Venedikut. Dhe në një moment, nga 1864, Korfuzin, Sazanin e merr në kontroll shteti grek, i cili do ta mbajë Sazanin deri në vitin 1915, kur italianët do ta pushtojnë. Italianët e mbajtën nga 1915 deri në 1943. Kapitullimi i tyre solli zvendësimin me gjermanët dhe vetëm në 1944 ishulli kontrollohet nga shteti shqiptar. Dhe historia e tij është shumë interesante dhe atje ka fortifikata të jashtëzakonshme, por ndoshta në bashkëpunimet e ardhshme do të ishte shumë interesante që Sazanin dhe historinë e tij ta shpjegoni me kamerën tonë. Por kjo po e them diçka, po e zbuloj, ndoshta është diçka kështu e jona që kemi pasur dhe kemi ruajtur në intimitet, por ne kemi ëndër që një ditë të shkojmë në Sazan. Do të dëshiroj të bëjmë një paralele. Kemi diku te Savra ku kemi qenë, na det betejë e Juli Cezarit me Pompej. Në 1914 Pompej, që ishte një vend i madh, i cili ishte
toka të zënë shqiptare. Ne këtu kemi një fushë do të përsëri tokë shqiptare. Në këtë luftë të parë botërore ishe ndeshja e atyre në Romën antike dhe këtu vime në kohrat moderne dhe përsëri në tokën shqiptare ndeshën superfuqitë ose fuqitë ndara në bloqe. Shqipëria në rastin e luftës së parë botërore, a mund të quhet e përfshirë në luftë? Absolutisht, sepse shteti shqiptar u pushtua nga serbët. Austriakët ngritën një administratë shqiptare me qendër në Shkodër, me disa komisione që administruan sektorët më të rëndësishëm të Shqipërisë, por që nuk ishte formë e një shteti. Dhe përpjekja që u bën në vitin 1916 patriotëve shqiptar, ku ka qenë iniciator Aqif Pasha Elbasani dhe Ahmet Zogu, për thirrur një kuvent kombëtar në Elbasan që në mbrojtjen e Austro-Hungarisë të rikrijojë shteti shqiptar, dështoi sepse si austriakët, ashtu edhe francezët që lejuan Themistokli Gërmenjin me patriotët korçar për të krijuar Krajinën autonome të Korçës, po kështu dhe italianët nuk dëshironin që të kishin probleme me nacionalizmin shqiptar. Doni që të kishin prapavijat e qeta dhe nuk i lejuan përpjekje të tilla dhe shumë prej patriotëve shqiptar ata i internuan. Fati në të keq që psoi Themistokli Gërmenji, i cili në dhjetor të 1917 u pushkatua nga francezët në Selanik. Pavarësisht se pas tyre ishte ndikimi i nacionalizmit smur grek. Megjithatë, shteti shqiptar doli i dëmtuar nga lufta e parë botërore dhe patriotët shqiptar pastaj, siç e kemi ndriçuar dhe me ngjarjet ku kemi qenë në Lushnjë në shtëpinë e Kongresit, thirrën Kongresin e Lushnjës që rikrijuan shtetin modern shqiptar që ka funksionuar pa ndërkohë, që nga viti 1920 deri në ditët e sotme. Por këtu mi fol nuk kemi vetëm këtë monument. Në shpinën tuaj ndodhet edhe një vepër tjetër akti, që është mbikalimi hekurudhor, mbikalimi automobilistik, i cili ndërpret vijen hekurudhore, siç e thamë edhe pak më parë, është një tjetër monument kulture, sepse të tilla mbeten pasi kalojnë një pjesë të viteve, është mbikalimi hekurudhor, mbikalimi automobilistik pret vijen hekurudhore, ndërtuar në vitin 85, i cili ka mbetur sot me emrin Lopa për arsye sepse diku tej, atje ku duket në Kodër, shtëpitë e fshatit Mifol, ka qenë një monument, një mjelse me duke shoqëruar një lop dhe pikërisht në gjuhën popullore mbeti toponimi i emri Lopa dhe përdorin shpesh vendasit, sidomos gjatë udhëtimeve të tyre në autobuse ose në furgon. Interesant është se fshati Mifol ka të zhvilluar shumë publikshtarin, por edhe breshtarin, siç e shohim. Megjithatë, këto nuk janë objekti e misionit ton, por bëjnë pjesë në zhvillimet historike dhe kulturore, sepse janë baza e ekonomisë. Fshati është ndërtuar mbi një varg kodrinor që është ranor dhe njihet një histori si pikë e vjetër e kalimit të komunikacioneve si antike dhe mesjetare. Fshati është i vendosur me pamje nga lumi Vjosa dhe baza ekonomike, siç e tha dhe ju më parë, kryesore e tij është bujësia, blegtoria, por janë edhe disa që ne i quajmë në gjuhën e thjesht lavatriçe të zhavorit, ku merren nga lumi Vjos zhavore të ndryshme që përdoren për ndërtimet të gjitha kategorive, por kur prodhohen edhe janë prodhuar dikur, nuk e di dhe sot, po ka gjasa që dhe sot prodhohen pjesë të parafabrikuara.
kemi zgjedhur një pozicion të ndërmjetëm ku kemi dy objekte kulti. Shën Marena, kishës e vogël, që i thonë edhe kapela, po që të habit që ajo i ka rezistuar kohëve, ka që vogël me atë mision që ka për të shkuar njeriu për të ndezur një Duhet qiri. të qenë ndonjë vend i shenjtë nga vendasit, ndonjë burim, ndonjë vend ku ndoshta është bërë ndonjë mrekulli, dhe që nuk, ose ku mund të ketë qenë rënoja dhe ndonjë kishe të mëparshme, e cila është rënuar dhe është ndërtuar në kujtimin e saj kapela, ku njerëzit besimtar të zonës shkojnë dhe ndezin qirin. Po, gjithsesi ka një vlerë monumentale, nuk po i qëmë vlerë të madhe monumentale, po vetë fakti që ajo i ka rezistuar kohës përbën një respekt të madh. Dhe këtu, unë mbaj mend vite më parë, kam kaluar përmes kësaj rruge në breg të lumit, edhe ka qenë kisha e vjetër Shën Spiridonit. Ne e kemi dhënë si kronik në televizionin tonë, edhe më habit do më thënë një pamje krejt e kundët, megjithse mendoj që edhe kisha e vjetër do të ishte një monument i kultit. Përveç se një objekt kulti, pa tjetër që do të ishin dhe vlerat si tush monumentale, sepse i dim vlerat do të thënë të afreskeve, i dim vlerat e ikonostasit, dhe shumë nga këto na kanë humbur. Kjo është kishe e ndërtuar, por mua më tërheq që vendi është i bukur sepse është i ngritur, ka fushpani dhe është vetë pitoresk. Ti e shihni shtojnë edhe kiparisat, selvit edhe disa pemë ulliri. Por ky është fati i monumenteve tona të kulturës. Furia ateiste e vitit 1967, pjesë të madhe të kishave, të xhamive, të teqeve, të tyrbeve i eliminoi, dhe që unë do ta krahasoja me luftën e ikonave në Bizant, ku veprat të shkëlqyera të artit, pavarësisht se ishte art fetar ose kishtar, u shkatruan. Megjithatë, këtu në kufirin tjetër të fshatit mi fol, nëse pasi folëm aty ke bunkeri, folëm për kufirin ose për portën hyrëse pranë rrugës automobilistike, në pjesën e majtë të saj, në sensin ku shkohet nga Novosela për në Vlorë, ndodhet fshati Mifol. Këtu jemi në prapatokën e Mifolit, ku mbarojnë shtëpitë e fshatit, dhe jemi nga ana e kundërt, jemi nga ana lindore, nga kisha Shën Spiridonit, dhe do vazhdojmë rrugën për të futur në fshatin Mifol, ku me interes për mua do të ishte, nëse do të bujtim në shtëpinë e ndonjë banori të fshatit për të parë diçka Si ruhet në kujtesë të popullit e kaluar, por dhe diçka
jemi në fshatin Mifor, në shtëpinë e nën Sofia Nilës, e moshuar, dhe brenda temës që ne kemi sot në transmetim, mendojmë më tepër t'i marrim si thosh çfarë na lidh me temën edhe t'i urojmë njëkohësisht vitin e ri. Jemi bashkërisht këtu, janë në një tryezë familjare, ne përfituam nga rasti për të biseduar. Mirë se të gjetëm në Sofia, gëzojmë që të shojmë mirë me shëndet. Që jeni dhe ju mirë. I paçi mirë të gjithë të dashur me nipa, me mbese të largët e të afërt. Kalohim gëzuar. Tashti neve flasim këtu me kamerën tonë për kohën e parë. Po. Edhe gjithmonë nuk kanë interes, sidomos këta të rinj, se ne harrojnë të kaluarën. Edhe ne shmirë t'ja kujtojmë, qoftë me fjalën që ne themi njeri me tjetrin, qoftë me anë të kamerës që na bën një shërbim shumë të çmuar. A ke vite këtu në Bifol? Unë kam 50 vjet, 50 vjet. Po, atë kujtohet si e gjete Mifolin këtu e 50 vjetë shkuara? Para si e nga unë këtu ishte i varfër. Qatë i varfër. Tuke punuar nga kooperativa, tuke ndihmuar. Erdhën dhe ne u bëm shpitareja të gjithë. Po, çfarë le andej nga erdhe nuse, po flasim këtu e ka që vjetë të shkora, edhe çfarë gjete këtu? Çfarë gjete, ne ande ishëm edhe më në gjendje. Ku, në ç'vend ishe? Ne ishim të Çvite Llajt Belarçit. Po. Në Fier. Roksia, ku du që qojnë të motërën e tja. Roksia Berber. Të Llajt Belarçit. Gor Berberit. Gor Berberit, po. Po, ne na duhet të dim për shembull për disa zakone që ka këtu Mifoli. Mikpritja, bojaria, kënga, vallja, veshjet. Qa ndryshim ka nga pjesa tjetër e Myzeqes? Myzeqea është ma tjetër. Këte ishte labëria. Anon nga labëria? Labëria. Po, labëria. Këngët si kanë si të Myzeqes, apo? Shumë mësojnë, këndojnë labërinë. Po si veshje kështu, ndryshojnë nga... Jo. Zere se është ajo e jona, e Myzeqes këteja. Myzeqes. Nësi labëria, nuk kemi veshje. Veshje në kemi si Myzeqe. Po, në thoi të pakën qarë në një gjë të bukur që nga banë mend gjatë këtyre 50 e disa vite këtu në Mifol. Shtë më përse? Përse dhe? Për shembull, një nga martesat e fëmijëve, si beshin atë kohë, dasmat, si gëzoheshin. Dasmat për bëshin në shpira. Ta shi bëhen lokale. Bëhen lokale dasmat, ta shi. Po, çat kujtohet nga jave dasmës, për shembull? Kur martove djalin? Kur martove djalin, unë kam martuar këtu në shtëpi. E kam martuar djalin. S'kishte lokale në atë kohë. Po. Ishte shtëpi. Po, sa zë vinin në atë kohë? Vinin gërnetat, 100 javë. 100 javët? 100 javë. Besh me këngë me vallë? Këngë me vallë, me ushqime të gatuar, me të gjitha. Po, për shembull, mu kujtua, janë që brumbët thoshin e andej me mjartë e me qumësh, këndohes këteja? Për para këndosh, të ashtu. Për para këndohesh? Këndosh. Ja mban mend si thoshin ato fjalët? Janë që brumbët to me mjartë e me qumësh, so. Thoshin tjere përse. Shumë. Tashti, doja që këta që na ndjekin në këtë kohë, në këtë çast, që janë me mirë dhe mira teleshikus,
do dojë të bëj një urim, që do të uroje nga zemra? Këta të rojnë e të mbretërojnë. Të rojnë e të mbretërojnë, që e ndurë në sklavë. Nuk e lanë në rëpsirë. Nuk doja, po. Mirë dhe ne në emrin tonë, si grupë Gjirimi, që kemi Ilir Gjikën, ja ku është Ilirian Gjika? Nipi, aqë më mirë që kemi të qëllon Nipë, Nuri Korida dhe unë, të rojmë jetë të gjatë, të lumtur, edhe gjithmonë e paç shtëpin plot me njerëz. Faleminderit dhe ju të kemi të nderuar. Faleminderit. E të gëzuar. Ja, kështu harmoni dhe dashuri pacim. Këto të kemi. Atëherë të nderuar teleshikues, ishim këtu në familje e madhe, në këtë rast të Llambi Qarit. të Sandër Qarit, dhe patëm rastin, ishte fat që bisedu me nënën e shtëpisë, nën Sofie Nilo, njëkohësisht edhe besoj dhe në emrin tuaj, njëkohësisht edhe në emër të stafit tonë, të urojmë nën Sofies jetë të gjatë e të lumtur, dhe e pas të shtëpinë gjithmonë kështu plot e për plot, të hyjnë e të dalin njerëz të gëzojnë jetës, se jeta është e bukur. Këtu po e mbyllim, mirupafshim në emisionet e ardhshme.